partit vim pushtet nesër. Resa, zërave të cilat janë artikuluar që mund të bashkëpunoni apo në momentet caktuar mund të bëni dhe ju pjesë e familjes tjetër politike, sikurse është rasti i Partisë Socialiste, çfarë do t'ju thoja? Unë për momentin bisedime jam vetëm me demokratët, jam bisedime me individ cilë duan riformimin e Partisë Demokratike, por mbi gjitha jam me rinin për riformatimin e një partie që unë kam më shumë se 13 vite kontribut dhe vi nga një familje cila është familje djath dhe familje me kontribute në Elbasan. Kështu që në këtë kuadër bisedime mund të kem vetëm me zotin Saliani për të mirën e Partisë Demokratike. Kur ka qenë era e fundit që e ndeshur me demokrat të Partisë Demokratike? Për ditë. Jo, më lejo të përfundoj pyetjen, me ata të cilët janë sot krah Berishës, por që mund t'i kesh ndeshur në terren në prezencë dhe takime demokratët e vërtet. Shumicën i kam mish nga individ cilët pa diskutim, nuk duan të artikulojnë me zë dhe figurë në media, por që jam pro riformatimit Partisë Demokratike. Dhe një gjë shumë e rëndësishme që dua ta theksoj, ato që i rrin Berishës sot i rrin për detyrim, jo nga bindja. Që do thotë? Që i rrin për detyrimet caktuara që i kanë, për shkak të postit që ato kanë, por jo nga bindja që ai mund të riformoj këtë parti apo ta sjellë atë në pushtet. Ndërkohë ju do të vijoni të qëndroni në të njëjtën linjë edhe me zotin Saliani? Patjetër. Madje unë e suportoj lëvizjen e zotit Saliani, kam treguar këtë në media dhe ju e dini mirë, i kam shkuar në disa nga organizimet që ai ka bërë në për rrethe dhe pa diskutim që e suportoj pasi është një kontributor i Partisë Demokratike i cili ka bërë burgun për Partinë Demokratike, por mbi të gjitha do të mirën e Partisë Demokratike dhe do që kjo parti nesër të jetë parti fituese. Çfarë pune po bën Saliani me demokratët sot? Pa bën atë që nuk e bën dot leadershipi aktual, po dëgjon çdo demokrat pa kënaqur dhe kërkon bashkimin e demokratëve, kërkon bashkimin e çdo të larguari nga Partia Demokratike, por mbi të gjitha po mundohet të ketë një frymë rinie, një frymë ndryshe, një frymë riformimi në Partinë Demokratike, që është shumë e rëndësishme dhe që i mungon sepse kupola e vjetër tashmë e ka kthyer atë partinë në një bunkier dhe tek ai bunkieri nuk ka hapje, ka vetëm mbyllje dhe sa vjen edhe zvoglohet. Ta ke të mundur ta bëj këtë? Tani guximtarët nuk duhet pyesin, por duhet guxojnë. Kështu që në këtë kuadër mendoj që ai e ka marrë iniciativën dhe çdo i ri dhe e re duhet ta suportoj për vlerat apo për idealet që ai po kërkon të transmetojë tek partia. Si përkthehet për Partinë Demokratike këto lëvizje të fundit përjashtimet e disa prej figurave në qarqe të ndryshme në raport me votat, me mbështetjen e elektoratit dhe me garën e ardhshme? Nuk i intereson leadershipit fitoria Partisë Demokratike, nuk i intereson që të vi pushtet, sepse përjashtimi tregon qartë që ai nuk do një parti, një PD fituese, ai do një PD që të ruaj leadershipin e tij, të ruaj interesat familjare të tij dhe çdo gjë është okay. Sali Berisha jeton në luks, ndërkohë shqiptarët vuajnë pasojat e mungesës një opozite serioze dhe reale. Dhe pa diskutim, gjendja aktuale dhe mungesa garës për leadershipin e Partisë Demokratike tregon qartazi. Madje kujton atë filmin Diktatori, tek ajo gara me vrap e Aladinit, i cili vrau gjithë kundërshtarët rrugës dhe kur i priste shiritin, donte që dikush ta uronte në podium, po harroi që i kishte vrarë gjithë kundërshtarët rrugës dhe nuk kishte kush ta uronte. Falenderoj shumë për prezencën. Ju falenderoj edhe unë. Do kthehemi së bashku vetëm pas pak në një tjetër temë diskutimi.